Andaj shënohet në Sahihun Imam Muslimit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu azza wa jall angazhon një melaçe, e cila melaçe e përcjell një besimtar i cili është nis që të viziton një vëlla të vetën në një vend tjetër. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo melaçe i shkon hap pas hapi mbrapa. Derisa ajo melaçe e pyet atë njeri, ku je nis o njeri? E ai thot, unë jam nis me vizitu vllaun tim filan fshatin, apo filan vendin, më mirë thonë. E pastaj melaçja i thot, je nis se ke ndonjë takim interesi që e tham na prej më herët, ke ndonjë fitim prej tij, ndonjë allëzhveres që themi na, ndonjë tregti. Ai thot, jo, jam nis për ta vizituar atë vllaun tim vetëm pse e dua për hir të Allahut azza wa jall. I thot, vetëm pse e dua për hir të Allahut azza wa jall. I thot melaçja, thot, unë jam i dërguar i Allahut, jam melaçe, që Allah më ka dërgu tek ti, që ti me të përcjell. Shifeni e përcjell melaçja. Dhe ky hadith shënohet në Sahihun Imam Muslimit, është hadithi i saktë. Këtë e ka transmetuar profeti sallallahu alajhi wasallam, si ngjarje që ka ndodhur. Po, si ngjarje që ka ndodhur. Dhe që ndodh, por ja që dhe thot si qyshtek janë gjëra që ndoshta ndonjëherë edhe nuk ja arrim dot na edhe me i perceptuar në atë përkufizimin, në atë kuptimin ton të përkufizuar. E pastaj i thot ai besimtari, i thot, jam duke shku me vizitu vllaun tim për hir të Allahut azza wa jall. Dhe i thot melaçja, Allahu më dërgoi mua që ty të dërgoj selam. Se Allahu ty të ka dasht vetëm shkaku se ti e deshte vllaun ton për hir të Allahut azza wa jall. Me dasht Allahu azza wa jall, kjo është një dashuri pas të cilës nuk ka më mërzi, nuk ka më pikëllim, nuk ka më zhgënjim. Është një dashuri e cila me një farforme është edhe garancë dhe siguri për imanin dhe besimin ton në këtë dunjë dhe dunjën